Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Persona që konsumojnë vezë të ziera çdo ditë duhet urgjent ta dinë këtë lajm. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi tepër të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumimit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet pikërisht e zier? Veza përmban 210 mg kolesterol. Zierja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që ju përdorni në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët gjithashtu thonë se vezët janë shumë të mira për shëndetin dhe një i rritur mundet gjithashtu që të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e një veze për mëngjes si pjesë e një regjimi të rregullt dhe të kujdesshëm shëndetësor mundet ju ndihmojë të humbisni peshë. Yndyrat e mira. Vezët e ziera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat gjithashtu ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin në rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra tepër të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak dhe përrjedhoj ato ulin nivelin e sheqerit në gjak. Proteinat. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë një nivel të lartë të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteina për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat gjithashtu ndihmojnë gjithë organet e trupit dhe nga ana tjetër ato mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse në muret e qelizave. Shëndeti i syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është sigurisht vitamina A. Kjo vitaminë është tërësisht thelbësore në ndihmën që ajo i ofron retinës të syve për përthithjen e dritës, mbron membranat dhe gjithashtu ul rrezikun e prekjes nga dobësimi i shikimit apo edhe verbëria. Kockat të forta. Vezët e ziera janë gjithashtu të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është tepër e rëndësishme për kockat dhe dhëmb të fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces nga ana tjetër garanton që skeleti i trupit tuaj të marrë të gjithë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë i fortë. Këshilla për vezët e ziera. Vezën e zier ju mundet që ta kombinoni në sallata me spinaq, patate, pul apo peshk si një element tepër i domosdoshëm i ushqyerjes së shëndetshme njëkohësisht. Vezët janë një nga ushqimet më të shëndetshme, janë të përballueshme ekonomikisht dhe mund të gatuhen në mënyra nga më të ndryshmet. Ato janë jashtëzakonisht të pasur me hekur aminoacide dhe antioksidant. Megjithatë, duhet të zgjidhni gjithmonë vezë organike pasi ato janë të pasura me vlera tërësisht ushqyese dhe nuk përmbajnë hormone dhe antibiotik. Trupi ynë prodhon 11 acide yndyrore esenciale, të cilat janë thelbësore për funksionimin e duhur të trupit. Dhe nëse trupit tuaj i mungojnë këto 9 acide yndyrore esenciale, ju mundet gjithashtu që të përjetoni lodhje kronike, lëkurë dhe flok të dobët dhe dobësim të sistemit imunitar. Prandaj, përdorimi i rregullt i vezëve siguron gjithashtu përfitime të jashtëzakonshme shëndetësore. Ja disa arsye. Veza rrit sistemin imunitar. 1 ose 2 vezë në ditë ju ndihmojnë ju që të luftoni infeksionet pasi vezët janë të pasura me selenium, i cili është jashtëzakonisht i pasur me aminoacide dhe njëkohësisht është jashtëzakonisht i dobishëm për një sistem të shëndosh dhe të fortë imunitar dhe konsumimi i vezës rregullon
hormonin e gjëndrës së tiroides. Veza redukton stresin dhe gjithashtu lehtëson ankthin. Vezët përmbajnë aminoacide esenciale për relaksim, qetësinë dhe për humor tepër të mirë. Veza rregullon nivelin e kolesterolit. Një vezë ka 200 mg kolesterol, por ata nuk janë as pak të dëmshëm për shëndetin pasi në fakt ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe ngren nivelet e kolesterolit të mirë. Veza rrit përmirësimin e shëndetit të dhëmbëve dhe të kockave. Vezët janë një burim mjaft i mirë i vitaminës D së bashku me rrezet e diellit. Kjo vitaminë është tërësisht thelbësore për rritjen dhe për zhvillimin e kockave dhe dhëmbëve. Për më tepër, kjo vitaminë nxit absorbimin e kalciumit, e cila është esenciale për metabolizmin, tretjen dhe gjithashtu shëndetin e zemrës. Veza gjithashtu përmirëson lëkurën. Vezët janë jashtëzakonisht të pasur me vitaminën B kompleks, të cilat janë thelbësore për shëndetin e flokëve dhe lëkurës, si edhe për funksionimin e duhur të mëlçisë dhe të syve. Vezët janë veçanërisht të pasura me vitaminën B12 dhe B2 dhe hulumtimet të gjithashtu kanë treguar se vitamina B kompleks janë vendimtare për një funksionim të shëndetshëm të mendjes dhe të sistemit nervor. Veza gjithashtu stimulon humbjen e peshës. Vezët japin ndjesinë e ngopjes, kështu që ata janë një zgjidhje e përkryer për mëngjesin tuaj. Ato shmangin dëshirat për ushqim, rregullojnë oreksin dhe ulin rrezikun e mbingrënies. Sipas studimeve, njerëzit të cilët hanë vezë çdo mëngjes konsumojnë më pak kalori gjatë pjesës tjetër të ditës. Veza mbron shëndetin e syve. Vezët përbëhen nga 2 antioksidantë të cilët rrisin shikimin dhe shëndetin e syve, gjithashtu ulin rrezikun e sëmundjeve të syrit si kataraktet dhe degenerimi makular. Ndjeni të ngopur dhe njëkohësisht do të keni energji. E verdha e vezës është një burim i lëndës ushqyese e cila shërben për energjinë e trupit tonë dhe të organizmit, si për shembull vitamina B12 dhe D, si edhe kolina, të cilat e ndihmojnë trupin tuaj të shndërrojë ushqimin e energji. Kombinimi i proteinave dhe yndyrave tepër të shëndetshme që përbëhen në vezë ju ndihmojnë ju të ndiheni më të ngopur më gjatë, flok më të shëndetshëm dhe lëkurë e cila shkëlqen. Vezët janë të pasura me vitaminën B si B2, B5 dhe B12, të cilat njihen për efektin e tyre tepër pozitiv në shëndetin e lëkurës dhe flokëve. Këto vitamina janë të tretshme në ujë dhe njëkohësisht nuk ruhen mirë në trup, kështu që ngrënia e rregullt e vezëve mundet që të ndihmojë nga ana tjetër që ju të përmbushni nevojat tuaja ditore. Aminoacidet si metionina që përmbajnë kontribojnë në elasticitetin e lëkurës dhe elasticitetin e flokëve dhe të thonjve. Forcon kockat. Nga ana tjetër, vitamina D është kritike për shumë funksione të trupit. Ajo gjithashtu ndihmon edhe në uljen e presionit të gjakut, zvogëlon edhe rrezikun e disa llojeve të sëmundjeve të këqija dhe gjithashtu promovon shëndetin tuaj mendor. Sidoqoftë, funksioni i tij më i rëndësishëm është se i mban kockat të shëndetshme duke lehtësuar përthithjen e kalciumit dhe duke mbajtur të qëndrueshëm nivelet e kalciumit dhe të fosforit në trup. Nga ana tjetër, një vezë siguron rreth 6% të nevojës ditore për vitaminën D, kështu që ngrënia e një veze çdo ditë mundet që të përmirësojë shëndetin e kockave tuaja. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patët videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.